Analisti I njohur Ron Gjinovci tha se devijimi I votave në zgjedhjet e fundit të Kosovës ishte real, por jo një skemë masive. Nga 104.658 vota të rinumëruara, 12% rezultuan të devijuara nga vullneti I votuesve në nivel kandidatësh, që përbën rreth 1.4% të totalit të votave. Ai vlerëson se rinumërimi e ka korrigjuar këtë problem, por thekson nevojën që prokuroria të veprojë ndaj komisionerëve të përfshirë për të mbrojtur integritetin e zgjedhjeve. Me që shoqënia civile po dëshiron me qenë neutrale dhe me shpjegum mirë problemin objektivisht, po më duhet me u involvu në këtë temë. Vjedhja E një vote është tragjedi për demokracinë. Shtrembërimi I rezultatit brenda kandidatëve për deputet është I papranueshëm. Kosova e adresoi këtë problem dhe po e skanon përmes rinumërimit. 12% e votave të rinumërume janë të devijueme nga vullneti I votuesve në nivel kandidatësh, jo partish politike. 12.940 vota të devijueme në raport me 906.753 vota në total, I bien 1.4% e krejt votave. Nuk është një skemë masive siç po thuhet, por prapë është për shqetësim, mirë po kjo u sanua me rinumërim. Nëse për një me dëshiron me ja u ilustru njerëzve të thjesht shkallën e vjedhjes apo devijimit të vullnetit, duke e paraqit vizualisht vjedhjen mrena partive, atëherë grafikoni duket si ma poshtë. Kjo për shkak se proporcioni I saktë I vjedhjes dhe devijimit të votës mrena partisë është I pamundur me u llogarit derisa të kryhet I gjithë procesi. Indikacioni më I mirë I shkallës së vjedhjes ose devijimit është krahasimi I votave të vjedhuna ose devijume me votën totale të rinumërume për secilën parti. Renditja flet vetë. 30% e votave të rinumërume të PDK-s dalin të vjedhura, 11% të AK-s, 11% të LDK-s dhe 5% të VV-s. Tash prokuroria është mirë me I arrestu komisionerët e involvuar të PDK-s, AK-s, LDK-s dhe LVV-s dhe me I çu në burg për këtë tentim të pasuksesshëm për me I komprometu zgjedhjet në Republikën e Kosovës, ato zgjedhje më demokratike në Ballkanin Perëndimor.